E gjen duke ngrënë me bukë në dorë, edhe pse është e vetëdijshme që për moshën që ka duhet të qëndrojë në shtëpi dhe të gëzojë pensionin e një jete të tërë në punë. Për këtë të moshuar, kjo është thjesht një ëndër. Realiteti është krejt ndryshe. Sa vjeç keni qenë? 20. Pse shisjen dhe sot? Po me qatë ha bukë, me bukë thatë për ha. Sa ju shkojnë shpenzimet mujore? Kush i llogaritë sa shkojnë? Ja, ha bukë thatë dhe sa shkojnë? Sa fiton në ditë? 2.000 lek, 1.000 lek. Noi ndihmë vetes time. Për ditë dilni? Me raste. Me çfarë jeni marrë? Shitse bukë kam qenë, 18 vjetë. Po vite të tjera? Vërdal, privat. Me mbi 50 vite punë në kurriz, kjo e moshuar nuk ka frikë të punojë sërish për të siguruar jetesën, pasi pensioni që merr ndryshe nga sa trumbeton kryeministri Rama, nuk mjafton për të mbuluar shpenzimet mujore. Zonja shprehet se është edhe shëndetlik, ndërsa paratë që merr nuk I mjaftojnë për të siguruar ilaçet, pasi ato që rekomandojnë mjekët dhe që ajo duhet I përdor, nuk janë në listën e rimbursueshme. Ilaçe sa dur. Kur do jetë dita që ju nuk do dilni më të shisni? Kur vdes. Kur të vdes do dal. Që asë gjë më në çka ka vënë 120.000 lekë pensione në kaq. Ku ka më? Dalin. Ashtu sikurse shumë pensionistë të tjerë, edhe për të fëmijët janë shpresa për të përballuar jetesën e vështirë në kryeqendrën e Shqipërisë, pasi kryeministri Rama dhe bota e tij e shifrave që nuk korespondojnë me realitetin, ka menduar vetëm si t'ia rëndojë.